Meloni e bën ligj në Itali, gjop mbi 1.000 euro nëse nuk ke emrin e duhur. Në Itali nuk mund ta quash më veten si të duash. Në momentet më intensive të pritjes së një fëmie, zgjedhja e emrit duket si një gest poetik, por ajo që duhet të jetë një akt i lirë dhe personal po kthehet për shumë prindër italian në një rrugë pengese mes rregullave, ndalimeve dhe kufive të vendosura nga ligji. Jo të gjithë emrat lejohen dhe ata që shpërfillin dispozitat e reja rrezikojnë të shohin zgjedhjen e tyre të zbehet ose më keq të përfundojnë para një gjyqtari. Nuk bëhet fjala vetëm për arsye të shëndosha për respekt për të ardhmen e të porsalindurit. Autoritetet kompetente kanë forcuar kontrollet për regjistrimin në regjistra duke aplikuar kritere gjithmonë dhe më strikte, dhe emrat më ekstravagant ose thjesht të papërshtatshëm mund të anullohen automatikisht. Shumë po pyesin se ku përfundon mbrojtja të miturve dhe ku fillon një ndërhyrje që bie erë censur. Disa raste të fundit kanë gjeneruar debate të nxehta, nga njëra anë dëshira për origjinalitet dhe nga ana tjetër nevoja sipas institucioneve për të ruajtur dinjitetin, dekorin dhe njohjen e emrit. Megjithatë, kufiri është bërë gjithmonë më i holl dhe ajo që dikur ishte një sugjerim tani mund të bëhet një korrigjim i vendosur me ligj. Legjislacioni nuk është i ri, por muajt e fundit është bërë më i rrept. Emrat duhet të respektojnë gjinin biologjike të fëmijës së palindur. Nuk duhet të jenë qesharak, ofendues ose të frymëzuar nga personazhe negativ dhe nuk duhet përkojnë me mbiemra të njohur ose me emra të antarëve të tjerë të gjallë të familjes. Ndalohet përdorimi i emrave të tillë si Lucifer, Zot, Hitler apo edhe Pollon, apo është siç nuk mund të futni më shumë se 3 emra ose të përdorni karakteret veçanta ose alfabetet të huaja. Regjistruesi mund të bllokojë regjistrimin e një emri që nuk përputhet dhe t'ia përcjell çështjen prokurorit publik. Nëse ky i fundit e sheh emrin të papërshtatshëm, kërkon korrigjimin me akt vendim, asnjë gjop direkte, por familjet detyrohet të ndryshojnë emrin e fëmijës së tyre dhe të ribëjnë të gjitha dokumentat. Në rastet më të diskutueshme vlerësohet edhe ndikimi mbi të miturin, veçanërisht nëse tashmë njihet me atë emër. Edhe pse nuk ka një listë zyrtare publike, shumë prefektura po krijojnë lista të brendshme me emra të ndaluar që përdoren si referenca nga zyrtarët e gjendjes civile. Disa prindërve u është refuzuar emri zgjedhur gjatë regjistrimit dhe në rastet kufitare është propozuar një gjop prej 1.032 euro si kontribut për kostot e korrigjimit të detyruar dhe dokumentacionit të ri. Në një Itali ku lirit personale duket se gjithmonë më shumë bien ndesh me rregullore të ngurta, edhe emri i dikujt mund të bëhet objekt kontrolli.